حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وهو العلي العظيم ذو الجلال والجمال سبحان الله على دين الإسلام والإيمان دائما الحمد لله بكمال ذاته ونور جماله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa usalli wa usallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al 'amalana salihan wa biwajhika khalisan. Allahum jalla shanuhu e falenderojm, ata e madhrojm, prej ti ndihmë dhe falje kërkojm. Salavat, salam, patja, mëshira Allahut qoftë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, falenderojmë Allahun dhul xhelal fillimisht që na ka zgjedhur në mesin e 8 miliard njerëzve që ne të jemi musliman, ata që i besojmë Allahut dhul xhelal. Pastaj nga ata 2 miliard që janë musliman, falenderojmë Allahun që na mundsoi të jemi nga ata që kemi agjeruar, jemi bindur atij, kemi besuar atë dhe jemi bindur edhe urdhrave të tij dhe kemi respektuar urdhrat e tij. Kjo është një privilegj më i madh se çdo privilegj tjetër dhe çdo nimet tjetër që Allahu na ka dhënë dënjë. Shëndeti është nimet, pasuria nimet, familja nimet, dhe nimetet wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dhe në qoftë se ju mundoheni të numëroni të mirat e Allahut, ju nuk do të mundeni vetëm që t'i numëroni. E imagjino që ta falenderojmë Allahun për gjithë këta të mira të cilat ai na ka dhënë. Po për gjithë këtyre nimeteve, nimeti i udhëzimit që ti jesh besimtar, ti besosh Allahut, dhe ti respektosh urdhrat e tij dhe ligjet e tij, kjo është nga nimetet më të mëdha. Nga se gjithë këta nimete që ne i përmendim edhe që s'ni përmendim dhe s'dim të përmendim se janë të shumta, të gjithë ta janë në shërbejnë neve përkohësisht në dynjë, sytë e tu, këmbët e tua, mushkërit, frymëmarrja, organet e mbrëmshme, gjymtyrët e jashtme, të gjithë ta shërbejnë përkohësisht këto. Dhe ajo që të shërben ti për ndonjë, edhe që e merr me vete edhe në ahiret, është besimi dhe veprat e mira. Ata të bëjnë jetën të lumtur ndonjë fillimisht men amila salihan min dhakarin aw untha, ata që bën vepra të mira, qofshin meshkuj apo femra, wa huwa mu'min, dhe janë besimtar me vepra të mira, falanuhyiyannahum hayatan tayyiba. Atyre do t'u japim një jetë të lumtur. Prind dinjo janë të kënaqur me Zotin, me nimetet e Zotit, janë falendërues, janë rob të urtë dhe të mirë dhe produktiv dhe të hajrit dhe pozitiv dhe janë njerëz të mirë dhe u japim jetë të mirë, të këndshme në dinjo. Dhe do t'i shpërblim ditën e Kiametit, thot Allahu dhul xhelal, me shpërblime të mëdha. Mes kush veprat e mira dhe besimi. Ta bëjnë jetën më kualitative, më të lumtur, më të rehatshme në dinjë, edhe dhe me thonë të bëjnë që të shpëtosh ditën e Kiametit, të fitosh shpërblime të mëdha. Ky ishte imani, vëllezër të nderuar, për cilën ne si fillim falenderojmë Allahun dhul xhelal që na ka bërë pjesë këtu në bën jetën shumë më shumë njerëz, mirë po, elhamdulillah që ne jemi ata që sot imi përgjigjë dhe kësaj ftese të Allahut, mas ju përgjigjem Ramazanit, ju përgjigjem namazit sabahut edhe presim tash namazin e Bajramit që të festojmë bashkarisht këtë festë që meriton të festojmë, se muslimanët kanë 2 festa dhe këta 2 festa janë të lidhura ngushtë me suksesin. Festa e Fitr Bajramit është një festë e cila vjen pas një kontributi një mujor, një muj ibadet, përkushtim, pastrim shpirtëror, edukim shpirtëror, edhe më në fund edhe pastrim edhe fizik i trupit e kështu me radhë, dhe më në fund kemi bërë balancin mes asaj shpirtërorës, mes asaj intelektuales që është mendja dhe mes asaj fizikës që është trupi, që agjerimi ka ndikuar në të gjitha porët e trupit ton dhe shpirtit ton dhe ka bën një pastrim të mrekullueshëm dhe tash thot Allahu dhul xhelal gëzoheni. Gëzoheni se meritoni të gëzoheni dhe kjo është ditë feste për ju, prandaj kur të përmendim atë hadithin në fillim të muajit të Ramazanit, lisaimi farhatan, agjeruesi ka 2 gëzime, gëzimi i parë është kur han bukë
dhe është mirënjohës o Zot, elhamdulillah që mi ke dhënë këta nimete, o Allah, elhamdulillah që ma ke dhënë këtë shëndet e këta të mira, edhe kjo është në momentin e iftarit, dhe është i lumtur, falenderues, mirënjohës robi për Zotin e tij. Pastaj gëzimi tjetër është gëzimi i Bajramit, që është një ditë feste që meriton të gëzojmë dhe të festojmë, si tha ai që i futi Omerit radiallahu anhu, thot kishim qenë në një adhurim, të kishim bën një muaj adhurim, ta sigurisht do të kishim bën një festë madhe. Tha elhamdulillah që Allahu nuk na kalon në mesdjet kur të bëjmë festat, pa na ka treguar dhe kur të festojmë, dhe tha e ka bërë ditë Bajramit ditën masi e krimi ibadetin, ne festojmë. Pse? Kjo është festimi që na tregon se festa më e madhe dhe gëzimi ende më i madh se kjo që i përjetojmë në ditën e Bajramit është kur të takojmë Allahun, si tha pejgamberi sa, kur të takoni Allahun, atëherë është gëzimi ende më i madh. Edhe ne shpresojmë që Allahu të jetë i kënaqur nga me ne, përderisa ne jemi përgjigj ftesave të tij, atëherë sigurisht që ai do të na bën që gëzimin më të madh ta kemi kur ta takojmë Allahun dhul xhelal ditën e Kiametit. Dikush do të gëzohet kur ta takon Allahun, edhe dikush do të pikëllohet se pse kështu e takoj sot Zotin, pse nuk munda më ndryshe si të tjerët jaletën i të khadhtu ma'ar rasuli sebila, dhe thunë atë mjerët ne si nuk e ndoqëm rrugën e profetit. Dikush do të gëzohet edhe dikush do pikëllohet. Ne shpresojmë që ne që gëzohemi për festat tona, që gëzohemi për përfundimin e këtij ibadeti madhështor agjerimit, që të gëzohemi kur të takojmë Allahun, dhe atëherë Allahu kur thot him xhenet, edhe njeriu më i dobët, më spakti që ka në xhenet, do të jep Allahu dhul xhelal atë shumë sa që ai do të mahnitet me dhuntit e Zotit, me të mira që jam në xhenet. E thot o Zot robim, a të mjafton kjo i kënaqur me këtë? Thot o Allah tepër, nuk kam bua, unë se kam meritu unë e këtë që ma ke dhënë ti. Dhe thot Allahu dhul xhelal, atëherë thot ka disa gjëra të cilët si ke shiju ndinjo, as i ke pa ndinjo, pas emrat e tyre s'kan qenë ndinjo, ata i ke këtu në xhenet. Do të thonë ne ndinjo i kemi disa të mira që Allahu i ka dhënë pak sa me e kalu këtë ndinjo. Dhe të mirat përfundimtare dhe më të shumta dhe më kualitative janë kur të him xhenet, edhe do t'i shijojmë ata. Ne dim se ka frute, ka banane, ka kivi, ka mango, ka lloj-lloj frutesh, se Zoti i ka nxjerrë dinjo. Po sigurisht xhenet ka ata të llojit të dinjos, mirë po me kualitet të pa imagjinueshëm, por edhe gjëra të cilët hiç nuk kanë ekzistuar në dinjo, dhe Allahu i jep robit të tij gjëra të cilët mendja si ka shku, syri si ja ka pa, edhe përjetimet e asaj kur nuk i ka përjetuar. Edhe atëherë thot Allahu, edhe që këta thot, atëherë mahnitet robi dhe nuk din më çka të bën nga gëzimi dhe nga mahnitja e madhe, si o Zot gjithë të mirat i më dha, e thot kështu është xheneti, patjetër të jetë pak më ndryshe se bota në cilën ti ke jetu. Atëherë vëllezër të nderuar, të him në temën që dua pak sot ta trajtojmë, masi që jemi mirënjohës Allahut për besimin edhe për imanin dhe punët e mira, edhe sigurisht që nëse ne jemi të kënaqur me Zotin ton, ai ka për të qenë i kënaqur me ne, e nëse Zoti është i kënaqur me ne, atëherë ka për të na bërë neve të kënaqur në dinjo edhe në ahiret. Nëse ti e kënaq Zotin tënd, ai ka me të bëjë ti që të jesh i kënaqur edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Radiyallahu anhum wa radu an. Allahu tha për sahabët, ata qenë të kënaqur me Zotin, elhamdulillah, o Zot që na bënë musliman, që jemi musliman, që e praktikojmë këtë fe, elhamdulillah që na udhrove të agjerojmë, mos ta kishë bëu fars agjerimin, ndoshta s'do kishim agjeru, po elhamdulillah na agjeruam, dhe sot kemi një kapital të fuqishëm ku dalim para teje, të jemi krenar me këtë kapital, se elhamdulillah kemi agjeru. Allahu tha sahabët ishin kënaqur me Zotin dhe me fenë e Zotit, edhe Allahu që i kënaqur me të, dhe Allahu ka për t'i gëzuar dhe për t'i kënaq ata ditën e Kiametit. Është edhe një fjalë, një lutje e përditshme që e bënte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në çdo mëngjes dhe mbrëmje. Raditu billahi rabba, jam i kënaqur që e kam për Zot Allahun. Allahu është i plot dhe perfekt, dhe feja e tij është e plot dhe perfekte, dhe nuk ka në gabim në të, po njerëzit, ne si musliman kemi gabime, prandaj shpesh herë na marrin për të madhe apo sulmohet Islami për shkak të gabimeve të muslimanëve se nuk gjejnë gabim, domethënë në fenë e Zotit.
Kur erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë dhe nga vepra që bëri e shkruajti kartën e Medinës se si duhet jetojnë në paqë banorët e Medinës dhe ne nuk jemi këtu për të luftuar njëri tjetrin, po për t'i dalë ndihmë dhe dham besatim se nëse dikush sulmohet në Medinë ne do ta mbrojmë. Qoftë ai jehudi, qoftë ai jo besimtar, qoftë ai musliman, pa marrë parasysh dhe u bë karta e Medinës një kontratë, një kushtetut, me thënë kështu si kushtetutat e shteteve, dhe ati të jetojnë në paqë dhe në siguri të gjithë banorët që banojnë. Pastaj pa tradhtina aty, pastaj ndodhen edhe luftat për shkak të tradhtive që u bën brenda aty në Medinë. Mirë po, pejgamberi asam kur nuk e tradhtoi, domethënë marrëveshjen që ai nga fillimi e nënshkruajti. Dhe gjë tjetër që ishte me rëndësi të nderuar vëllezër, bëri vëllëzërimin e njerëzve. Dhe me thonë Medinasit, në atë kohë, 30 vjetë kishin bërë luft dy fisët kryesore të Medinës, fisi Aus dhe fisi Khazraj. 30 vjetë lufta. Jo ne jemi më të fortë, jo jeni më të fortë, ju na keni bërë zullum neve, jo ju na keni bërë zullum neve, ju na keni vrarë këta, po edhe ju na keni vrarë këta, edhe vazhdimisht luftat bëheshin derisa erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Po kuntum ala shafa hufrati min an-nar fa anqadhakum minha, dhe ishi në humner, thot Allahu. Dhe Allahu u shpëtoi, me cilën u shpëtoi? Me këtë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe më thënë u bëri vëllezër. Allahu i shëndroi vëllezër. Muslimani bën balans, ai nuk është egoist, ai është innal insana khuliqa halua, njeriu është kriju i tillë nga natyra që i dën gjërat të përfiton gjithë për vete. Me mësimet e Zotit, udhëzimet e Zotit që ne jemi human, që të jemi humanitar, që të jemi dashamirës edhe ndaj tjerëve, që të ndam kafshatën edhe me tjerët, se përmendëm vëllezërinë në këtë rastin e Selmanit me Abu Dardan, dhe kur ankuti pejgamberi sa tha kështu ma ka bëu Selmani, se mbet agjëroj, tha shkoflej me gruan, tha i jepi kohë fëmijëve, tha jepja hakun vetës trupit, shkoflej pushamir se trupi jot don pushim, pastroj veten mirë, për ushqie trupin mirë, jo të jetën ta agjërojmë kur agjërojmë, edhe gëzohemi kur gëzojmë. Sot është ditë ushqimi, ditë feste, ditë lumturie, ditë harmonie, ditë gëzimi dhe ndarje të gëzimit me familjarët tonë dhe me vëllezërit tonë. Atëherë çdo gjë në kohën e vet duhet të funksionojë dhe në këtë mënyrë je njeri më i përkryer. Kur i tha se kështu më ka thonë Selman el-Farisiu, ma ka prish agjërimin, së më lata notën bëj ibadet, tha pejgamberi sa sadaqa Selman. E ka thonë vërtetën Selman. Dhe muslimani i mirë është ai i cili i ban në balancë të gjitha e kështu, dhe me thonë edhe shpirtin, edhe trupin, edhe mendjen, edhe obligimet, edhe vendin dhe rretin ku jeton, edhe për ata duhet të mendoj mirë dhe të bëj mirë. Të nderuar vëllezër, ne sot këtu në xhamin tonë për namaz të Bajramit kemi mysafir nga ambasada e Shqipërisë, nga ambasada e Maqedonisë dhe ambasada e Kosovës. Nga ambasada e Maqedonisë së Veriut kemi zotrin Recep Demirin dhe të sekretari i parë i ambasadës së Shqipërisë zotri Valon Vashi, dhe gjithashtu përfaqësues nga ambasada e Kosovës Gjenis Haxhi Mehmeti. Kemi nderin që sot ju kemi këta mysafir të privilegjuar dhe do t'u japim fjalën, një fjalë përshëndetse nëse do të Okej. Atëherë do t'japim fjalën një herë Armenit, fjetarit, edhe pastaj inshallah do të vazhdojmë. Me lejoni që së pari të falenderoj hoxhën tonë të dashur, i cili pa mos patur ndihmës për të gjithë muajin e Ramazanit, na ka shërbyer me shumë përkushtim dhe sinqeritet. Allahu e shpërbleft në të mira, hoxhë dashur na bëha Allahu. Më pas falenderoj pa mas mysafirët e nderuar, ambasadorin e Maqedonisë së Veriut, zotri Recep Demirin, sekretarin e parë të ambasadës së Shqipërisë, zotri Valon Vashin, dhe sekretarin e ambasadës së Kosovës, zotri Gjenis Haxhi Mehmeti, i cili është edhe xhamati rekord i xhamit sot. Vëllezër të dashur, sot është një ditë gëzimi, është një ditë falënderimi, është një ditë bashkimi. Pas një muaj të përkushtimit dhe sakrificës, Allahu na mësoi që të përjetojmë këtë ditë të bekuar të gjithë së bashku. Në emër të kryesisë së xhamisë Ikre, dua që falenderoj nga zemra të gjithë ju
për praninë tuaj, për përkrahjen e vazhdueshme dhe për kontributin tuaj të çmuar. Një falëndrim i veçantë shkon për të gjithë ata që janë anëtar të rregullt dhe që mbështesin xhamin në mënyrë të vazhdueshme. Kontributi juaj është themeli mbi të cilin qëndron dhe zhvillohet kjo xhami. Para gati gjysmë viti filloi renovimi i xhamisë dhe sot jemi në ambiente më të përshtatshme për të kryer aktivitetet tona. Por për këtë punë u desh mund të sakrificë, po edhe ndihma financiare. Sot në mesin tonë sigurisht që ka njerëz që së pari të shohin në xhami. Prandaj dhe ne ju drejtohemi duke shfrytzuar këtë ditë të Bajramit, ndihmoni xhamin sepse ndihma juaj është jetike për xhamin tonë. Njëkohësisht, duhet të drejtohemi me shumë respekt dhe sinqeritet edhe atyre që ende nuk janë anëtarë. Ju ftoj të bëheni pjesë aktive e kësaj shtëpie të përbashkët. Xhamia jonë mbahet drekut nga të hirat e anëtarësisë. Pa këtë përkrahje, është shumë e vështirë të vazhdojmë aktivitetet, mirëmbajtjen dhe shërbimet që ofrojmë xhamatit tonë. Për momentin kemi numër të konsiderueshëm të anëtarëve. Por a mjafton kjo? Jo, nuk mjafton. Nuk mjafton sepse gjatë namazit të xumas, gjatë teravive, xhamin e kemi të stërmushur. Prandaj, o vllai dashur, ty të drejtohem. Ti që vjen në xhami, i shfrytëzon të gjitha të mirat e xhamisë dhe nuk e paguan anëtarësinë. Paguaje pa anëtarësinë, laje borxhin ndaj xhamisë. Sot në të ditë Bajrami, kur ta vendosish ballën në seshe, dije se ky është obligim moral, pagesën e anëtarësisë. Anëtarësimi nuk është vetëm një obligim financiar, por është një investim në të ardhmen tonë, në fëmijët tanë dhe në ruajtjen e fesë dhe identitetit tonë kombëtar, do t'u kujetojmë. Sepse këtu, përveç bazave të fesë, fëmijët tanë mësojnë edhe gjuhën e ëmbël shqipe. Allahu ju shpërblet të gjithëve për çdo të mirë që keni bërë. Allahu ka bolla xhirimin dhe të gjitha ibadetet në emër të kryesisë i kryezuar Bajramin, e mbrifshin për shumë vite, paqe, mëshirë, begati dhe shumë shëndet për familjet tuaja. Tani fjalë për shëndetje, me nder dhe respekt që japim ambasadorit Zotri Recep Demir. Nderuar kryetar, është kënaqësi në këtë xhamat, jemi prezent sot. Jemi mundu të jemi gjatë gjithë Ramazanit, gjithë xhamit i kemi vizitu, kështu që Bajramin e lamë këtu nga që jemi në vend. Unë ju dëshiroj që Zoti t'ju pranoj gjithë nga xhirimin, dhe dëshiroj një festë më të bukur. Bajrami, fitër Bajrami është Ramazani, domethënë Bajrami që falja, afërsia, bashkimi me njerëzit, unë shpresoj që bëhemi njerë salamat mirë, si shqiptar, xhamit në luajtur një rol shumë të rëndësishëm në gjitha kohët, e lëvdishme të popullit shqiptar, edhe sot duhet të njëjtën që mësupin identiteti kombëtar, si gjuhën edhe të gjitha fenë, se asnjëra patjetër nuk mund të eci bashkë. Ju falenderit, nuk duhet të marrë më shumë kohë, se u më kohë, shkurë të dy vitë. Falenderit që të më në Dita e Bajramit është një ditë feste, që ja vlen të festojmë mas një kontributi të më mirë fill që e kemi dhënë për një muaj Ramazan, që kemi dëshpuar Allahu dhul Xhelal se ne jemi ata që luftuam dhe munduam të pastrojmë shpirtat tonë, të pastrohemi nga gjenofi, nga bara e mëkateve dhe lëshimeve, që e trajnuam vetveten për gjithë një muaj për devotshmëri, që ne të jemi të vazhdojmë në jetën tonë të përditshëm tash më të devotshëm se sa kemi qenë më herët, masi që Ramazani ishte një shkollë e tillë që na mësonte devotshmërinë, që ne prej tash e tutje thumu Allah, ne gëzohemi sot se këtë shkollë dhe këtë diplomë kemi, por çfarë ti je një njerëz që ke një privilegj te Zoti dhe ke marrë vlera me vete dhe nuk je i njëjtë si para Ramazanit edhe mas Ramazanit, tash sigurisht që je më i devotshëm dhe kjo devotshmëri duhet të shoqëron në jetën tënde të vazhdueshme, nga se
se nga Ramazani mësojmë se ne dim të ndërpritemi nga ushqimi, nga buka, nga uji, nga marrëdhëniet intime me bashkëshortet, me gjërat të cilët në esencë janë pjesë e pandare jetës tonë, dhe ti i thaj nefsit tonë, vetvetes tonë, se unë jam ai që di ta kontrolloj vetveten, dhe unë jam ai që nuk hidhrohem për gjërat të panevojshme, unë nuk bëj probleme për gjëra të panevojshme kur kam ditë të ndërpritem nga gjërat ta kontrolloj vetveten, nga gjërat elementare, buka dhe ujë, e si nuk di të ndalem nga hidhrimet, nga problemet, nga shqetësimet që ballafaqohet pastaj njeriu në jetë. Ramazani të mëson sabrin, dhe sot ne dim ta manifestojmë këtë dhe dim të festojmë për këta suksese të cilat i kemi arritur për gjatë këtij muajit, dhe kjo do të jetë një ditë gëzimi për të gjithë besimtarët. Elhamdulillah që Allahu na mundsoi ta marrim edhe këtë Ramazan, duke u lutur atij që ai të na jap jetë dhe shëndet dhe mundësi që të arrijmë edhe Ramazanin tjetër me gjithë familjet tona, me shëndet të plot dhe me harmoni të plot. Lutim Allahun të nderuar vëllezër që imani të jetë ngulitur në zemrat tona, dhe derisa ta takojmë Allahun, wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, kështu të vazhdojmë si musliman, si popull me nder dhe me vlera, derisa ta arrijmë ta takojmë Zotin ton. Dhe takimi me Zotin është i patjetër, nga se një ditë ne të gjithë e dimë se do të vdesim dhe do dalim para Allahut, mirë po të dalim para Tij faqebardh, edhe me vete një kapital të devotshmërisë dhe punëve të mira, që ai të jetë pastaj i gëzuar me ne. Pastaj vëllezër të nderuar, është një ditë Ramazani ka qenë që na ka mësuar solidaritetin, të shijojmë gjendjen e fukarave, e sidomos dita e Bajramit është ditë që ne ju kemi ofruar me fitrat tona, dhe Allahu kur nuk i haron të doptit fukarat e tonë, duke na detyruar neve që tjetë agjerimi jonë më i plot që t'japim një fitër. Edhe kur vim Bajrami tjetër me prej kurban me dhënë mish për fukarat, mos me haru fukarat kur një herë, nga se tha pejgamberi sa me të doptit e ju ndihmoni. Allahu ndihmon juve për shkak se ju i ndihmoni të doptit. Domethënë nëse i mëshironi, tha pejgamberi sa irhamu men fil ardi yarhamukum men fis sama, mëshironi ata që janë në tokë, do t'ju mëshiron Allahu në qiell. Atëherë të nderuar vëllezër, sot ne solidarizohemi edhe me njerëzit e varfër, duke ju ofruar atyre dhe fitrat, dhe duke u kujtuar edhe për ta që s'pakti bile në ditën e Bajramit të jemi të gjithë të gëzuar edhe familjet nevojtare, mirë po nuk duhet të jetë veç një ditë që ne kujdesemi për vëllezërit tonë, po çdo herë besimtari kujdeset dhe ja don të mirën çdo kuj, sikur ja don vetvetes dhe familjes vet, dhe ne treguam pak për sakrificën e muslimanëve të parë, të cilët dhanë një sakrificë të madhe që të gjithë të jetojnë një jetë komode, dhe të ata që bën hijrën nga Mekja në Medinë. Të nderuar vëllezër, nga ky vend këtu, në emrin tim ju uroj të gjithëve festën e Fitr Bajramit, e lut Allahun dhul xhelal që t'u jep mirësi të panumërta dhe të gjithë mirat që u ka dhënë në dynjë t'u ruaj dhe t'u shton, dhe lut Allahun dhul xhelal t'u jep harmoni dhe shëndet të plot në familjet e juaja, dhe festofshim Bajrame të shumta me të gjitha të mirat e Allahut. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا اجعلنا من المسلمين في الوقت تقبل منا الحمد لله رب العالمين لله الفاتحة. Za vërejtë shumë